Kemi minutën e 43, një duel që luftojnë për top lojtari me numër 9 Prishtinës Re dhe lojtari me numër 34 të Prishtinës, ku lojtari me numër 9 arrin tek topi para lojtarit numër 34 të Prishtinës, i cili edhe ai lufton për top, ku kemi një kontakt të lehtë, jo mjaftueshëm për penallti. Pas kontrollimit të VAR-it të kësaj situate, VAR sugjeron që loja mund të vazhdojë vendim korrekt nga VAR-i. Kemi minutën e 58, Prishtina me Prishtinën e Re, ku lojtari me numër 11 i Prishtinës së Re hyn në zonën e 16 metrës Prishtinës, ku lojtari me numër 20 Prishtinës është afër sulmuesit me numër 11, i cili tenton të krosojë ku topi godet në këmbën e mbrojtësit me numër 20 Prishtinës dhe kthehet në këmbën e sulmuesit. Dhe për shkak të distancës shkurt dhe është topi i papritur që i vjen mbrojtësit në dorë, ku lojtari është në lëvizje, ku topi e lyp dorën, jo dora topit. Këtu nuk kemi penalti dhe me të drejtë gjyqtari Doka i ka lejuar që loja të zhvillohet. Në ndeshjen Malisheva Ferizaj kemi minutën 9, një prekje topit me dorë nga lojtari numër 70 Ferizajt. Gjyqtari Betullaj nuk akordon penalti në fush, se gjatë kryesimit nga këndi ka qenë shumë e vështirë që të shihet kjo prekje topit me dorë. Kyçet VAR-i fton gjyqtarin në rishikim të pamjeve nga këndet të ndryshme, ku shihet qartë nga këndi mbas portës prekja topit me dorë, ku distanca është e largur, nuk është top i papritshëm, pra dora është pozicion natyrale, ku dora lyp topin dhe krijon barierë që pengon që topi të vjen tek lojtari sulmues i Malishevës. Gjyqtari pas rishikimit të pamjes me të drejtë akordon penalti. Kemi minutën 33, një prekje topit me dorë nga lojtari numër 44 i Malishevës. Gjyqtari Betullaj nuk akordon penaltin e fush, kyçet VAR-i fton gjyqtarin në rishikim të pamjeve që shfaqen në monitor dhe nga pamjet që kemi janë ato mbas portës ku shihet qartë që sulmuesi Ferizajt kroson topin që vjen nga një distancë mjaftueshme, nuk është top i papritur dhe nuk vjen topi me një shpejtësi të lartë. Mbrojtësi me numër 44 i Malishevës tenton ta godas topin, i cili goditet me anë të gjuhit, i cili shkon në dorën e djathtë, ku ka në një pozicion jo natyral, e shtrirë përpara dhe ngritur lart, që nuk justifikohet me lëvizjet të trupit. Pra këtu me të drejtë pas rishikimit të pamjes, gjyqtari Betullaj përcaktohet ose akordon penalti. Kemi ndeshjen Gjilani Drenica, kemi minutën 20, kemi penalti për ekipin e Drenicës, shihet qartë se lojtari me numër 8 i Gjilani ndryn, ku shihet qartë, ku me këmbën e majt godet lojtari me numër 7 të Drenicës, ku ja po mëson që të avansohet me top dhe ta rrezikon portën e ekipit Gjilanas. Bas pamjet që posedojmë shihet shumë qartë nga pamjet prapa portës, ndërhyrja e lojtarit Gjilanas, gjyqtari Shala i pozicionuar shumë mirë, me të drejtë akordon penalti. Kemi minutën gjatë të 7, ku kemi shënimin e golit të dytë nga lojtari me numër 7 i Drenicës. Këtu me të drejtë kyçet VAR-i që fton gjyqtarin Shala në rishikim. Pas rishikimit të pamjes, gjatë ndërtimit të aksionit fillestar, anulohet me të drejtë goli për prekjet e topit me dorë nga ana e lojtarit me numër 17 Drenicës. Kemi rastin Dugagjini Llapi, kemi minutën e 12, kemi një ndërhyrje të lojtarit mbrojtës të Llapit me numër 18 në lojtarin sulmues të Dugagjinit, kemi një tërheqje me dorë në lojtarin sulmues të Dugagjinit, ku me të drejtë gjyqtari Nuza përcaktohet për penalti, pra penalti me të drejtë për ekipin e Dugagjinit. Feronikli Liria, kemi minutën 27, ku lojtari me numër 24 i Feroniklit mbrin tek topi, i cili kroson topin dhe vjen tek sulmuesi i Feroniklit, ku gjyqtari Bajgora vërshlen për ndërhyrje të paliruar që lojtari Feroniklit ka ngritur këmbën, ku shkakton faull në lojtarin numër 24 Liris. Duhet leja aksionit të përfundoj që të intervenon VAR-i. Atëherë VAR-i do të anulonte golin për ndërhyrje të paliruar në lojtarin e Liris, pra gjatë ndërtimit të aksionit fillestar për ndërhyrje të paliruar dhe duhet të ndëshkrohet me karton të verdh. Kemi edhe minutën e 38, ku lojtari sulmuesi i Feroniklit me numër 7 vjen tek topi, ku kemi portierin që përpiqet për top, shihet që sulmuesi nuk ka kontakt nga portieri, ku kyçet VAR dhe fton gjyqtarin e VAR, i cili pas rishikimet të VAR-it me të drejtë mbetet tek vendimin e fush, pra nuk kemi të bëjmë me penalti. Kemi edhe minutën 89, ku topi vjen nga një distancë e konsiderueshme, ku topi godet në pjesën e krahut mbrojtësin e Liris me numër 99, i cili nuk ka pamje dhe topi e lyp dorën,
ku këtu nuk kemi të bëjmë me penalti pas kontrollimit të varit.